Po tash kam ju spjegu si mirët gusti komplet. A tham edhe njerë, bismillah para se me i, o Zot më mbroj nga gjinët, femra dhe meshkuj. Edhe i, e lishon ujin, normale. Tash në s'kam dhe një tras, ta vizatoj, ama nën kuptohet. Të parën her i lartë duart, një hera, 3 hera. Pastaj e pastron organin intim, organin genitale pastron, qoftë mashkull apo femër. Po, do me thonë prej mbres, Azia thot prej mbres e te poshtë, nën kuptohet. Pastaj merr abdes. A më kuptoni? Merr abdes. Abdes dirë, pasën e gojën, pasën e hundën, e lanë ftirën, mirë, mjekrën, ai që ka mjekër, krahën, krahën e djathtë, krahën e majtë, mes, aty dush pastru kretë, ama e merr mes e pastron kamët, nuk i lanë. Pastaj e pastron kokën mirë, flokët i lanë deri në ranjë. Edhe në fund e lanë këtë trupin, një ranën e djathtë, pastaj nanën e majtë. Para se me dalë kreti, pastron edhe kamët. Mendoj që kjo çështje s'ka filozofi. E mbaj një mend. Por kjo nuk vlen shumë për ju, po që këtu elhamdulillah dhe ky vllau ka ardhur me kamerë, ndoshta ka më pas dobi dikush që asnjëherë s'e ka ndëgju. Se zotën tash on lehtë, ma herët s'ke pas tash një Google dhe në gusli të nxjerr aty po. Do të përzir meselet ama diçka lexon. Për çfarë dush mesele ke edhe në internet edhe në YouTube e kështu me radhë.